Kalimi në pikat kufitare mes Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut pritet të bëhet më i shpejtë dhe më i lehtë fal marrëveshjes së re ndërqeveritare One Stop, e cila u nënshkrua mes dy vendeve. Kjo marrëveshje parashikon që qytetarët dhe mjetët të kryejnë kontrollet kufitare vetëm në një ndalesë të vetme, duke shmangur procedurat të dy fishta që zbatoheshin deri më tani. Zbatimi i marrëveshjes do të nisë brenda këtij muaji në pikën kufitare të Qaftanës, ndërsa nga muaji i ardhshëm sistemi One Stop do të vihet në funksion edhe në pikën kufitare të Blllatës, duke lehtësuar ndjeshëm lëvizjen e qytetarëve dhe transportin e mallrave mes dy vendeve. Pika kufitare e Blllatës ka marrë një rëndësi të veçantë pas hapjes së rrugës së Arbrit, e cila ka arritur ndjeshëm fluksin e lëvizjes. Sipas të dhënave zyrtare në këtë pikë kalojnë mesatarisht rreth 4600 qytetarë në ditë, ndërsa vetëm gjatë 5 muajve të parë të këtij viti janë regjistruar afro 300.000 automjete që kanë hyrë ose dalë përmes kësaj dogane. Në shkrim i marrëveshjes u zhvillua në Dipër vendlindja e ministrit të brendshëm të Shqipërisë Besfor Lamallari, i cili së bashku me homologun e tij nga Maqedonia e Veriut, Pançe Toshkovski, firmosën dokumentin që synon forcimin e bashkëpunimit ndërkufitar. Takimi që na ka bërë bash sot këtu, përveç aspektit personal për mua, pasi rikthehem në qytetin tim të lindjes, dua të them se ka edhe një paradoks të cilin duhet ta pranojmë. Ministrat e brendshëm, por edhe ato të mbrojtjes, patjetër, kanë për detyrë parësore të mbrojnë kufijtë e vendeve të tyre. Kufijtë sot nuk duhen parë si mure ndarëse mes vendeve, ato përkundrazi duhet të jenë ura që lidhin, që bashkojnë njerëzit dhe krijojnë sinergjinë e duhur për zhvillim ekonomik. Marrëveshja që ne nënshkruajmë sot është një hap i madh në këtë drejtim. Nuk po të dobësojmë kufijtë tonë, përkundrazi, po i bëjmë ata më të fortë dhe më të sigurt. Më të sigurt për shtetet tona, por edhe më të lehtë për qytetarët. Kjo marrëveshje, e cila ndërtohet me parimin një ndalesë, hyrje, nuk kupton më pak procedurë, më pak pritje, pomalo zadrženosť granica, më shumë efikasitet, povećje efikasnost dhe më shumë siguri. I povećje sigurnost. Kjo nuk kupton më shumë lehtësi për qytetarët dhe më shumë kohë për ta. Ova podrazbira i povećje okolnosti za građanina që po pominува granicava, i povećje vreme za nego, më shumë mundësi për biznesin, povećje možnost za biznesin dhe më shumë zhvillim për ekonominë e dy vendeve tona. Имаме честа да двете соседни земји kemi nderin që të di vendet подпишат еден клучен договор të nënshkruajmë një marrëveshje të rëndësishme се со цел да се олесни животот на нашите граѓани. me qëllim që të lehtësohet jeta e shtetëtarëve tonë. One Stop Shop како принцип на транзитирање и проверка во рамки на граничната полиција од едната и од другата страна One Stop Shop si fenomen në këtë nënshkrim, në këtë bisedim do të bëhet sot. Македонија веќе го имплементираше со Косово и со Србија. Македонија е имплементован me Kosovën edhe me Serbinë. Истиот дава одлични резултати кога говориме за побрзо транзитирање на нашите граѓани. Dhe njëta jep rezultate të shkëlqyeshme në tranzitimin e njerëzve dhe mallrave. Имајќи го предвид големиот број на патници кои што транзитираат низ нашата граница со Република Албанија. Duke pasur parasysh dhe numrin e madh të personave që tranzitojnë nga kufini jote, kufini yj dhe anasjeltas. И за на крај, уште еднаш огромна благодарност до сите полициски службеници од двете страни Фалендерим të madh të gjithë punonjësve policor, кои секојдневно работат макотрапно за нашите граѓани. të cilët për ditë punojnë për qytetarët tanë të këtij anëve. Огромна благодарност до сите инволвирани во рамки на овој процес за да стигнеме до овде. Falenderim i madh, Експертските групи, експертските тимови и така натаму. falenderim të madh të gjithë personat që kanë kontribuar për të arritur deri te kjo marrëveshje. Ekspertëve të cilët kanë qenë një ndër kryesorët për këtë marrëveshje. И огромна благодарност уште еднаш до вас лично министер за тоа што лично се заложивте за да можеме да Dhe një falenderim i ubrzojmë madh овој процес. personal për ju ministër se vetë u interesuat për të kontribuar deri te kjo gjendje për marrëveshjen sot. Фалемендери. Благодарам. Autoritetet e të dy vendeve vlerësuan se sistemi One Stop do të reduktojë ndjeshëm kohën e pritjes në kufi, do të lehtësojë qarkullimin e qytetarëve, turistëve dhe transportuesve, si dhe do të ndikojë pozitivisht në zhvillimin ekonomik, tregtinë dhe bashkëpunimin mes Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut.